Ndonse shumë procese për autostradën vazhdojnë të mbesin larg, kompanitë e mëdha ndërtuese të vendit e kanë marrë me shumë seriozitet këtë projekt. Ato kanë dalë nga 5.000 euro për një punëtor dhe kanë vënë në dispozicion makineritë e tyre për të mësuar këtë të rinj për të gjitha rregullat e ngacjes dhe manovrimit me makinat e mëdha. Ata pritet të jenë të gatshëm pak ditë para fillimit të punës për ndërtimin e autostradës, në të cilën pritet të marrin pjesë një numër i madh i kompanive të vendit. In Kosovo to train heavy equipment operators. We're here to certify these operators as well. We have about 40 students. Kemi ardhur këtu në Kosovë për të trajnuar këta operatorë. Gjithsej kemi 40 studentë që janë të ndarë në 2 klasa. Klasa e parë ka filluar trajnimin, janë studentë shumë të mirë. Kemi edhe klasën e dytë që po vjen trajnimin. Ata janë të ndarë në 4 periudha. Janë studentë shumë të vëmendshëm dhe po i kryen mirë punët që u janë dhënë. Me një kosto bukur të madhe e kena mundësu së bashku krejt të zhvillohet ky trajnim. Mirë po jo vetëm trajnimi, po edhe certifikimi i operatorëve. Këto certifikata janë të pranueshme ndërkombëtarisht, kështu që ata në të ardhmen e vet, operatorët mund ta gjejnë veten edhe diku tjetër, jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Trajnimet janë sipas standardeve ndërkombëtare dhe ata janë të obliguar të mësojnë gjithçka që fillohet prej fillimit. Pa më parasysh eksperiencën sa e ka 10 vjeçare apo 15 vjeçare. Kur vje këtu në trajnim, fillon prej zeros. Megjithëse disa nga trajnuesit ka kohë që i drejtojnë makinat e mëdha në ndërtim të rrugëve, ata thonë se nga ky trajnim kanë mësuar shumë gjëra të reja. Po, fillim me kena pas valokin, shtumeran, lugën, bunduzherin, askevatorin, krejt me radhë. Jam shumë i kënaqur. Dhe që tash 3 cupa i kom mësuar mirë. Se do e kom dita amaret, për 3 cupa është i kom mësu perfekt. Kom punu që 3 vite në cilindër, që ta është i ngarku si do sene si kom i pëkur, këtu i kom mësu shumë sene. Shumë falenderit, se na ka ardhë kjo mundësi këtu me dhonë që të sene mi mësue. Besoj që edhe të ardhën do të kemi kësi sene sa ma shumë dishka me mësu, se na nevojitet këtu sene mi pas këtu diploma. Një pjesë e trajnimit zhvillohet në terren me punë praktike, kurse pjesa tjetër e trajnimit bëhet në teori. Very hardworking, very dedicated students. I think one of the things that we pick up on very quickly. Këta studentë janë shumë punëtorë dhe të përkushtuar në këtë klasë. Përkundër eksperiencave që ata kanë pasur më herët me këto makina, ta zënë para disa muajsh apo para disa viteve, ata kanë treguar një punë të madhe për to. Dhe ne ju kemi ndihmuar shumë këtyre studentëve. Ne mund të ulemi në tavolinë dhe të bisedojmë për gjërat. Nuk ka rëndësi niveli i përvojës që kanë këta. Ajo që dua të them është se me përvojën që do të fitojnë këta kandidat, do t'ju mundsoj që edhe të tjerëve me më pak përvojë të mësojnë funksionimin e këtyre makinave. Certifikimi i këtyre studentëve do të bëhet më 23 të këtij muaji, ndërkohë që shoqata e rrugëve në bashkëpunim me qeverinë dhe USAID-in janë duke bërë përpjekje për formimin e një shkolle profesionale për këtë sektor të ekonomisë që për çdo ditë po rritet. Ishte ndërmjetësi i OKB-s për